I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha në një rast, Allahu kë e do e sprovo. Allahu xhalla xhelalu tregon në Kur'an një rast që është i veçantë, ndoshta edhe i papërsëritshëm në mënyrën se si ka funksionuar. Ejubin alayhi salatu wassalam tha Zoti wa Ejub idh nada rabbah anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin fakashafna ma bihi min durr wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dhikra lil 'abidin. Përkujto o Muhammed rastin e Ejubit, i cili në momentin, çfarë momenti? I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, ubtuliya Ejub 18 sene, mas 18 vjetësh. E kanë pyet një herë shokët e tij se mbeti vetëm një grusht njerëzish. I thanë, po pse nuk i lutesh Zotit? Tha, si ti lutem Zotit? Kam kalu më shumë se 70 vjet, s'kam pas asnjë smundje në vjetur prej Zotit tim që ti lutem. Mirë, po kur shkoi puna aty ku u sprovuan familjen e tij, i humbi të gjithë fëmijët. U sprovuan pasurinë e tij për ilaçe, për shërim, i harxhoi të gjitha çfarë kishte. Dhe kur kthehet një ditë gruaja nga puna, e shef Ejubi alayhis salam që kishte prerë flokët, gërshetin dhe kishte shit, se s'kishin çfarë të hajshin. Dhe e pyeti, kur tha ajo kam shit gërshetin për bukë, bëri duan Ejubi alayhis salatu wassalam. O Zot, më ka zënë vështirësia dhe ngushtia, po ti je më mëshiruesi i mëshiruesve, pa ti e di vetë o Zotim. Me njëherë erdhi zgjidhja, fakashafna ma bihi min durr, ja zgjidhëm ngushtin e Ejubit. I tha Zoti, shkon filan vend, tek filan burim, x burim, dhe godit tokën me të dhe laun të, dhe Ejubi alayhis salam u bë sikur të ishte djalosh i ri. E Zoti i madh i dha jetë, 2 fishin e fëmijëve që kishte ju kthyen, i dha Zoti të ri pra, fëmijë të tjerë. E Zoti i madh pasurinë e disi ja kompensoi me karkaleca ari dhe argjendi që ja hidhte Zoti nga qielli në 2 arat e tij. E që Ejubi alayhis salam i mblidhte dhe Zoti që i thotë, o Ejub, u rënove, mblidhte. Tha, o Zot, mëshirën tate nuk e refuzoj dot.